الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Falenderimet e panumërta I takojnë Allahu xhelle shanuhu, atë falenderojmë për e ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut I cili është I vetmi I pashoq. Po ashtu dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguar I tij. Paqja dhe shpëtimi I Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër musliman, tema për cilën do të mundohemi të flasim diçka është dashuria e sahabëve ndaj pejgamberit alayhis salam. Duke ditë se çdo musliman duhet ta donë edhe të ketë mall për pejgamberin alayhis salam. Mirë po do të shohim shkurtimisht me disa tablo se si e dëshën sahabët pejgamberin alayhis salam në mënyrë që edhe ne ta shtojmë edhe me tepër dashurinë ndaj tij. Sahabët e nderuan shumë pejgamberin alayhis salam, madje kur flisnin për pejgamberin alayhis salam, ndjenin shumë kënaqësi. Prandaj edhe nga temat më të dashura, më tërheqëse për besimtarin është kur flet, kur dëgjon për pejgamberin alayhis salam, për jetën e tij, për moralin e tij. Sahabët ndjenin shumë kënaqësi. Dhe sa herë fillonin të flisin për pejgamberin alayhis salam, edhe I përdorin fjalët e tij, e nxitnin e pa dashurinë që e kishin për të. Dhe gjithmonë thoshin I dashur im, miku im. Çdo gjë në këtë botë ju kujtonte pejgamberin, mikun e tyre të dashur. Ebu Dherri, një nga shokët e pejgamberit alayhis salam thotë: Wallahi kur kaloi pejgamberi alayhis salam në botën tjetër, neve na pat lënë një gjendje saqë edhe nëse ndonjë zog I te kratë e tij në qiell, lëvizja e tij na kujtonte pejgamberin alayhis salam. Na kujtonte ndonjë hadith të tij, sepse thotë Ebu Dherri, gjithçka që të ofron të xheneti dhe çdo gjë që të largon nga xhenemi është sqaruar. E ka sqaruar pejgamberi alayhis salam në mënyrën më të mirë. Enes ibn Maliku thotë, madje thotë këtë fjalë duke qarë, thotë nuk ka asnjë natë e që nuk e kam parë ëndër pejgamberin alayhis salam pas vdekjes së tij. Çdo natë e ka parë ëndër nga dashuria e madhe që kishte për të. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, asnjëherë nuk është parë fytyra, askush nuk e ka parë fytyrën e zonës Fatime, vajzës pejgamberit alayhis salam. Do të tregojmë disa raste konkrete se çfarë kanë ndjerë ndaj pejgamberit alayhis salam shokët e tij të ndershëm. Abdullah ibn Zejdi, I cili po punonte në kopshtin e tij, I vjen I biri I tij me një brend të madhe, duke u nxënë fryma. I lërmon dhe tregon se pejgamberi alayhis salam ka ndru jetë. Abdullah duke qenë kopshtin e tij, duke punu, e drejton një lutje Allahut dhe thotë: O Zoti im, mi merr sy që mo mos të shoh. A merr të pamërit e syve mos të shoh në këtë botë. Me njëherë lutja ju pranu. U qoru, Abdullahu shkojnë shokët e tij për ta ngushëllu, për ta parë, për ta vizitu, për humbjen e pamërit, ndërsa ky thotë se me që s'mund ta shoh me të dashurin tim, atë nuk më nevojitet, mos më ngushëlloni. Kjo është dëshira ime që mos ta shoh askënd, pasi s'mund ta shoh pejgamberin alayhis salam. Pra kështu, ata kishin dashni të madhe ndaj pejgamberit alayhis salam, dhe Allahu
falënderimin e tij, edhe faljen e tij e ka lidhur me një kusht, që Allah të na doj dhe të na fal, e ka vënë një kusht. Ai kusht është bindja ndaj pejgamberit alayhis salam. Që Allah të na doj dhe të na fal, kështu thot në Kur'an surën Ali Imran ajeti 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Nëse doni Allahun, nëse thoni